Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestën në Tiranë, për situatën politike në Shqipëri, në Kosovë, në trojet tona, në rajon. Sot kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë ndryshe nga të tjerat me një personazh të cilin unë e falenderoj që pranoi ftesën për të folur për situatën në trojet tona. Ai është shkrimtari, gazetari, diplomati, ish ambasadori i Kosovës në Gjermani, zoti Beq Cufaj. Zoti Cufaj, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Përshëndetje. Zoti Cufaj, do ta nisim nga deklarata e ministres serbe, deklaratë mjaft e rëndë. Vučići u distancuar, reagimet ishin të shumta, Kosova e shpati non grata, Shqipëria u mjaftua me një deklaratë, por më shumë nga të gjitha ka bërë xhiron e rrjeteve sociale përgjigja juaj, që nëse duan le ta provojnë dhe liria ka gati, Kosova është gati. Liria ka emër. Çfarë mund të themi për këtë deklaratë? Është diçka spontane, diçka e planifikuar dhe ndoshta duke qenë se atje mund të jemi përpara një procesi zgjedhor edhe për të ngritur edhe frymën nacionaliste, pra si duhet ta kuptojmë këtë? Apo jemi përpara ndoshta edhe ndonjë plani, ndonjë skenari të serb që mund gatuhet? Unë i takoj dy sferave dhe hapësirave qoftë kulturore ashtu edhe gjyqësore. Kur them dy sferave, kam parasysh sferën shqiptare natyrisht, shqiptare të Kosovës, Shqipërisë dhe asaj gjermanofone. Në prag të luftës së dytë botërore, Gjermania naziste bëri atë që njerëzimi edhe sot e kësaj dite e sheh me një frikë dhe misteriozitet se si është e mundshme që u vran 6 milion evrej. Në procesin më të rëndësishëm të trajtimit të krimeve të luftës, i cili njihet edhe si procesi Eichmann, filozofja dhe sociologja e madhe hebreje, Hannah Arendt, e cila iku për fat dhe shpëtoi nga Berlini në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe më pas u kthyer në Izrael, ku organizua proces Eichmann. Zonja Hannah Arendt bëri një libër, përkatësisht bëri reportazhe të saj të famshme, për procesin e Eichmann. Dhe në tekstet e saj të botuara në New Yorker dhe më pas, cilat u botuan edhe si të pas, si ish shtetase gjermane dhe hebreje, më pas, zonja Eichmann bëri dy konstatime, që në fakt nuk u përshtateshin dy palëve. Konstatimi i saj i parë ishte nuk ka faj kolektiv, faj është individual, gjë e cila nuk u pëlqeu qoftë hebrejve, ashtu edhe amerikano-hebrejve, dhe konstatimi i dytë i saj, që ishte në sytë e mi shumë i rëndësishëm dhe është si su bë që një burr hebrej ta kap armën dhe t'i rezistoj stuhisë naziste. Tani, në Ballkanin Perëndimor, në luftrat e viteve të 90-ta, natyrisht ne nuk mund të bëjmë një krahasim të sakt, copy-paste, si që ngjall luftën e dytë, por lufta e viteve 90-ta dhe shkatrimi i Jugosllavisë ishte si pasojë po ashtu edhe e luftës së dytë botërore. Për dallim nga hebrej, kombe, të mëdha, apo të vogla, por parasysh është të fuqishme, siç janë kroatët, siç janë shqiptarët, ditën dhe mundën ti rezistojnë asaj që ajo ministrja pretendonte. Që i bie, ne nuk u thamë
serve janë e na pastroni. Fa Kosova provoi të pastrohej, por etnikisht, por Kosova dhe rezistoi. Ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk u shkëputën nga Kosova. Nuk e fillu ngadje mjashari. Përmes Hashim Thaçit, Ramush Haradinaj, ne luftuam dhe rezistuam. Ashtu si që bën edhe kroat. Kështu që, domethënë, pozicionimi i vetë viktimizimit dhe gjuhë e Afrikës nuk na shkon, sepse ne kemi luftu për lirin e Kosovës dhe të kombit shqiptar, që i bie, nëse duan, le ta provojnë. Po, me reagimin e Tiranës ka pas pak jo shumë, nuk ka qenë shumë dakord ministri Zvelqa, ka thënë presin diçka më shumë se sa një deklarat ku shpreh tronditja. Po nuk merrem unë apo them drejtën, unë e shoh më shumë nga prizmi intelektual, e shoh nga prizmi, si ta thash, nga prizmi i intelektualit angazhuar shqiptar, gjermanofon, kështu që nuk merrem me reagime fitore, por ne si shqiptar, domethënë, kemi ditur, kemi mundur përkundër krajatave shekullore që i kemi pas, të rezistojmë dhe të mbijetojmë. Dhe besoj që ka qenë, është dhe duhet jetë rëndësishme që serbët ta kuptojnë që ne jemi këtu dhe çdo kohë jemi të gatshëm. Për ta parë çik me makro atëherë se një deklaratë ditore, si është situata e shqiptarëve në Troje sot? Shiko, unë mendoj që ne si kombë nuk jemi edhe as keq. Ne, domethënë, jemi drejt proceseve në tepër të rëndësishme në atë që quhet ëndër. Ëndra jonë është Europa. Dhe mendoj që lëvizjet që ngjajnë momentalisht, sidomos në Shqipëri, janë tepër të rëndësishme sepse nuk shoh asgjë më prioritare se sa anktasimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kosova natyrisht është në një fazë tjetër, Kosova është natyrisht në një proces jo dhe të lehtë, falë faktit që themeltarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës janë hard, por ne si kombë duhet të qëndrojmë shumë afër procesit përshpejtimit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian faktikisht edhe Kosovës i hapet. Ne si kombë i kemi 2 shtete e gjysmë në Ballkanin Perëndimor. Ne harrojmë që ke kombe të cilat nuk kanë asnjë një shtet të vetëm. Përkundër gjitha sfidave, mendoj që baballarët kanë luftu, kanë rezistu, duke pa edhe atë që quhet ambient jo edhe të lehtë fqinësor, nuk jemi edhe keq, por mendoj që një prej problemeve esenciale që kemi si kombë është sidomos çështja e migrimit masiv, e ikjes së njerëzve në Europë, dhe kjo ka pasoja të mëdha socio-psikologjike dhe ekonomike. Zoti Tubaj, po, edhe me njëri tjetrin nuk është se jemi aq mirë. Po edhe s'do duhet jemi aq mirë. Ne jemi shoqëri vitale, ne jemi shoqëri demokratike, kemi fërkime. Shikoni, ne jemi kombi vogël. Në fitaret e tij të famshëm Franz Kafka ka një fjali që është e jashtëzakonshme, thotë kulturat e vogla, kultura grindavece. Ne jemi një kulturë e vogël, jemi një kombi vogël dhe natyrisht në ndërkohë futet lakmia, në ndërkohë futet xhelozia, në ndërkohë futet review që i bëni atje në Shqipëri, si thuhet, dhe natyrisht janë procese jo të lehta, sepse ne si kombë nuk jemi, domethënë, nga de facto jemi kombi i moçëm, por shtetësinë kemi shumë të re. Dhe duke pas parasysh, ose shtetësitë kemi shumë të reja, duke pas parasysh ambientin që na rrethon nga greku, përmes sllave,
deri te Italia është një mrekulli e llojit të vet, se si kemi ndjetuar dhe vazhdojmë të funksionojmë. Përpara se të vim te Shqipëria, ju e përmendët 2 herë protestën, po kam dhe diçka për Kosovën, për situatën politike aty. Çfarë mendoni? E të zgjatur, janë këto, domethënë, si pasojë e demokracie brish, shteti i ri, nga se vinë? Nuk kam ndonjë shpjegim, është situatë vërtet e çuditshme, është situatë tepër e rënduar, edhe po shpresoj shumë që këto radhe do arrijnë ose do arrijmë që të bëjmë institucione dhe të vazhdojmë, sepse qeni në demokraci ekziston vetëm një ligj. Dhe ai ligj quhet çdo kush është i zëvendësueshëm në kuptimin institucional. Është i zëvendësueshëm. Ne jemi në një situatë që është vërtet paradoksale, por se di kam një shpresë që këto radhe mbase edhe shpërthejnë rrethin. Jemi para sfidave shumë serioze, sidomos për dhe rreth vendimit të gjykatës në Hag, i cili do vijë në shtator, dhe duhet të jemi shumë vigjilent dhe të zgjuar, sepse domethënë varet Kosova është projekti i kombit shqiptar, është projekti i rezistencës pasore të doktor Rugovës, i rezistencës së armatosur të ushtrisë lehimtare të Kosovës dhe i koordinimit të aleancës veriatlantike të. Pra, ju thoni që ndjes. Dhe mendoj që në këtë frymë duhet të vazhdojmë. Natyrisht që nuk jemi aty ku ishim para 20 viteve, ka lëvizje të mëdha politike, ka ndrrime gjeneratash, shihet, dihet kush fiton, por mendoj që projekti Kosovë nuk guxon dhe nuk do të shtojë. Pra, ju thoni që ajo që mund ndodh në Hag, larg qoftë, nuk mundet të ketë ndikim vetëm tek individi, por do ketë pasojë edhe te projekti i Kosovës, i shtetit. Absolutisht është ende e pasojë, por natyrisht që mund të ketë pasojë. Çfarë keni në mendje me këto pasoja? Deri ku mund shkojnë? Nuk e di askush se vetë. Kam bindjen që as gjyqtarët që do marrin vendimin nuk e di. Por mund të përshkallëzohet situata. Pra nuk do vendosin vetëm për individët, po aty do vendosin ata gjyqtarët për shtetin. Absolutisht. Domethënë është një çështje, shikoni, ushtria shqiptare e Kosovës ka lind nga kombi shqiptar, por ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë aleate e NATO-s. Dhe nuk mund ta imagjinoj që të marrim një dënim i cili do të ishte një lloj vetë dënimi edhe për Aleancën Veriatlantike. Zoti Subaj, për të ardhur në Tiranë, ju thoni që protestat kanë dështuar në të gjitha në të dyja drejtimet, është turp ajo që po ndodh me review-t, me goditjen e biznesit. Rama po e çon Shqipërinë përpara, pra disa nga po citoj fjalët tuaja, nuk e di nëse jam i drejtë tërësisht, por thelbi që Shqipëria po mbyll kapitujt e negociatave në moment historik, por ndryshe mendojnë një pjesë jo e vogël në Tiranë. Shikoni, unë nuk vërtet gëzohem edhe bisedës me unë nuk para pëlqej të futem në debatet e brendshme. Vazhdoj ta shoh si ju thash edhe në fillim, domethënë nga këto dy themi këndet e mia si intelektual shqiptar, si intelektual i angazhuar shqiptar, por edhe gjerman e themës, unë mendoj që është e drejtë legjitime e çdo kujt që të protestoj. Protestat i kanë bërë mirë Shqipërisë. Më së miri i kanë bërë Edi Ramës, sepse është thjellu pak dhe ka pasur që domethënë ka pakësi, ka lëvizje të themi interesante dhe para së gjithash i kanë bërë mirë sepse e shet që duhet të punohet më shumë
duhet të punohet më me sistem, duhet të luftohet korrupsioni. Tani, shini, në Gjermani, në Berlin, një qytet në të cilin jetojnë rreth 4 milion njerëz, çdo brëmje ke protestë. Sidomos të shtunave dhe të dielave ke lloj-lloj protestash. Prej LGBT deri tek ekstremet e djathta apo majka. Është shumë normale që të protestohet. Pika ime, hipoteza ime është kjo. Nuk është Shqipëria e ka të ndisur që të shkojnë në sisteme autoritare. Se ndryshe, Shqipëria nuk do ishte në tavolinë e përmbylljeve të negociatave për Bashkimin Evropian. Për mua, vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite shumë misterioz dy elemente. Elementi I parë është zvërneci, përkatësisht gjoja shitja, dhe ai projekt është projekt amerikan. Një nga kryeministrat e parë shqiptar pas tranzicionit, përkatësisht rënies së regjimit të Enver Hoxhës, quhej Wilson Ahmeti. Ju kujtohet? Shqiptarët u kanë dhënë emra djemve të tyre që nga shpallja e pavarësisë Wilson. Pse? Sepse ishte presidenti historik amerikan Wilson, e cili e bëri Shqipërinë, përkatësisht e mbrojti Shqipërinë para masakrimit total. Ne hoqën një copë në Malzi, ne hoqën një copë në Maqedoni dhe ne e morën Kosovë. Të quhet shqiptari I cili në Kosovë e ka emrin edhe Bill Clinton, edhe Tony Blair, dhe t'i thot një projekti amerikan jo, nuk I rrin dot, sepse jemi kombi më pro-amerikan në rrezullin të Kosovës. Kombi më pro-amerikan janë shqiptarët, kombi dytë më pro-amerikan janë polakët. Nuk I di nëse e dini, janë polakët. Pse janë polakët? Sepse janë të rrethuar nga rusët. Kjo për mua është misterioze, ama që ne quhemi dhe I themi një projekti amerikan jo. Dhe e dyta, për mua është ashtu misterioze edhe fakti që ne jemi në përmbyllje të procesit të integrimeve në Bashkimin Evropian, dhe këto gjëra nuk janë as të lehta, sepse aty kemi të bëjmë vërtet në shumë fakte, ligje, nene, fjali, gjana, të cilat aty është Sicilio, si di sepse nuk janë brenda në proces. Dhe për këtë arsye, domethënë, kushdo të qoftë kryeministër shqiptar në këtë çast, detyra ime e vetëdijshme do të jetë që ta përkrahoj. Amerika është për ne më shumë se shkak. Amerika është për ne çdo gjë. Dhe e dyta, integrimi I Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka një prioritet të jashtëzakonshëm, sepse më në fund do bëhemi pjesë e asaj për të cilën baballarët tanë kanë punuar. Shikoni, Naim Flashi, poeti I madh shqiptar Bektashi, I romantizmit, nuk ka qenë asgjë tjetër se sa një pasardhës në thojza I Goethes, Sturm und Drang, që I bie ëndra jonë nga romantizmi deri te realiteti duhet të përplotësohet. Kushdo që është kryeministër. Qeveritë shkojnë e vinë, por ne Shqipërinë duhet ta bëjmë, Shqipërinë duhet ta antarësojmë në Bashkimin Evropian, pastaj pason Kosova e tjera. Prandaj jam paksa, domethënë e pranoj, jam paksa, si të them, me qëndrim të qartë, sepse për mua është një lloj misteri. Protestat mua më ngjajnë, si të them, një pazari të pakënaqurve. Që është e drejtë. Po ua thash, edhe në Berlin për në demonstrata, çdo mbrëmje, në fundjava edhe më shumë. Normale. Zoti Subaj, kam në një pyetje të fundit, të lutem nëse keni mundësi. Ju folët çfarë
është Amerika për ne. Por çfarë jemi ne për Amerikën në këto kohë, duke pas parasysh që Bashkimi Evropian me të drejtë ne po mbyllim kapitull, po ndodhet në një situatë që ndoshta shpreha mund vlej këtu që se di ku ka kokën, se s'kemi akoma një lider, ndoshta një burr shteti që ta udhëhej gjithë këtë union. Ndërkohë që kemi edhe ndikimin e Turqisë nga ana tjetër në rajonin tonë. Por sytë ne i kemi, sikur thatë ju, nga Shtetet e Bashkuara, po ata si na shikojnë në këtë administratë të dytë të Trumpit? Nuk e di. Edhe besoj që nuk do të ishte shumë tepër pretencioze nga unë që të them se si ata na shikojnë. Duke sigur ka një tërheqje të butë, prandaj jo thash. Unë nuk do thoshja diçka të tillë, por kjo është detyra jona, domethënë ne jemi pro-amerikan jo nga përgjësia. Ne jemi pro-amerikan si kom, nga mendësia dhe nga letrat tapit që ne kanë lënë baballarët e kombit. Ajo që bën Amerika është punë e Amerikës. Por ne, falë Amerikës, kemi 2 shtete shqiptare në Ballkan. Dhe këtë shqiptarët kur zguxojnë të harrojnë. Faleminderit. Zoti Cuvaj, të falenderoj shumë, jam shumë i njohës. Këtë bisedë do ta mbaj mend gjithmonë. Faleminderit që më llatë mundësinë që të komunikoj me ju për këtë çështje. Të jam i njohës shumë.